Sinqerisht, po, një kërkesë të departamentit special e cila thirret në dyshimin e bazuar, e cila nuk arrin në kërkesën e saj, të faktoj, argumentoj dyshimin e bazuar se klienti im e ka kryer veprën penale, ka qenë befasi. Avokat, klienti juaj është Edmira Maxhokaj. Qysh e keni pa ju këtë rast? A jeni befasu për mije në këtë rast, sepse edhe për avokatin shala ishte vendimi cilin ne keni marrë, sepse parimisht pra mungojnë disa dokumente cilat gjykata thot, edhe bëri lirimin e plotshëm të klientëve të juaj. Fillimisht, a ditë kur është mbajt edhe seanca dëgjimore lidhur me masën e paraburgimit ndaj klientëve apo tre të dyshuarve në rastin e 1 milionshit, jemi pajisë me kërkesë të prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit. Na është dhënë kohë fillimisht që të analizojmë nga gjykata, e kemi analizuar, na është dhënë kohë që të konsultohemi edhe me klientët tonë. Sinqerisht, po, një kërkesë të departamentit special e cila thirret në dyshimin e bazuar, e cila nuk arrin në kërkesën e saj, të faktoj, argumentoj dyshimin e bazuar se klienti im e ka kryer veprën penale, ka qenë befasi. Befasi. Pse po them këto? Klienti im ka qenë thjesht shofer ngasësi kësaj makine. Dhe i njëjti me sinqeritet edhe duke parë edhe sinqeritetin e tij, realisht nuk ka qenë as në ndjeni, madje nuk e ka njoft mirë as zyrtarin policor e as të dyshuarin e tretë i cili ka qenë e thuhet që është pasagjer. Ne kemi paraqit pretendimet tona dhe kundërshtimet tona në lidhur me kërkesën e masës paraburgimit, fillimisht unë e konstatuar se sipas nenit 184 të kodit procedurës penale nuk është vërtetuar me kërkesën e prokurorisë dyshimi i bazuar. Çfarë roli ka pas, madje thirret në bashkëpunim, nuk ka arrit me faktu, me argumentu. Dhe për neve nuk ka qenë befasi. Ne kemi mirëprit një vendim tillë, sepse edhe vendimi i gjykatës shkallës së parë lidhur me kërkesën e prokurorisë ka qenë i arsyetuar dhe i argumentuar në bazë dispozitave ligjore, sepse prokuroria ka pas obligim që njëjta ti parashtroj provat të cilat i posedon. Dhe në mungesë prova këta janë liru. Avokate, përmendte faktin që klienti juaj është shofer, ka qenë shofer në furgonin i cili është ndaluar në pikën kufitare në Merdar. A dihet vetu automjeti kujt ka qenë? Në emër të ndonjë kompanie apo në ndonjë emër të një personi individ? Jem korrekt, unë sot e kam pranuar edhe kërkesën e urdhrin për lëshim përfundimtar, kërkesën për urdhrit përfundimtar, ku në këtë kërkesë vërtetohet se automjeti i kujt është. Vërtetohet. A i përket ndonjërit prej këtyre tre personave? Jo, s'është as i njërit prej këtyre tre dyshuara. Po këta tre njëri ka pas autorizim me vozit kombe. Po, na nuk e dim asa kam pas autorizim. Nëse dim, realisht nuk e dim a kam pas autorizim. Unë si që potencova, thash që klienti im ka qenë ngasësi automjetit. A ka tregu klienti juaj? Falë avokat që pëndurim falat e din, është furgoni në emër të një kompanije në Kosovë, në kompanije në Shqipëri? Nuk e dim. Realisht, sa i takon ndonjë kompanije kosovare apo të Shqipërisë, nuk e dim, por se automjeti është me targa të Shqipërisë. Është me targa të Shqipërisë.